Selam aleikum vëzë. Aleikum selam. Shpesh ju shohim në Varreza duke mbajt fjalimin gjatë varrimeve të muslimanëve. Mirë po ka komente të llojit e kam lënë me gojë amanet, mos më varros me hoxhallar. Jo vetëm të videot e juaja, po edhe kështu. Edhe çka? E sfidon Zotin apo e sfidon muslimanët apo si jetosh me vdek, si jetosh si pa besimtar, si ateist, si pa fe, ashtu me vdek, ashtu kam me të varros, edhe ashtu kemi shku te Zoti. E dini çka? Nëse jeton si jo besimtar, si ateist, edhe me të varros merite fetare s'dojnë dobi kurrë. Te Zoti kemi shku si qafir. Edhe kemi shku në xhenem. Kjo është besim jon si musliman. Ti normalisht ke drejtën me zgjedh. Andaj na i themi këtë njerëzve, o njerëz, besoni Zotin, shpëtoni. Besoni Zotin, jeni të lumtur këtë botë. Besoni Zotin se ka jetë pas vdekjes. Aty ka parajs përhershme edhe ferr përhershëm, xhenet përhershëm edhe xhehenem përhershëm. Këtë them na musliman, këtë them krishterët, këtë them këtë fetë. Këtë nëse je ateist, edhe me të qumë merite fetare të voret, nuk bën dobi kurrë. Ama alhamdulillah, shumica janë besimtar. Mundet me pas mëkate, mund me kon dop, ama ata kanë qef në fund me qumë me hoshtë të voret. Fund me, do thot, me bëni lutje për ta. Që inshallah taala atë iman që ka pas, megjithëse s'ka pas shumë vepra të mira, bëhet shkak që në fund të del në xhennet. Në fund të gëzon xhennetin. Edhe kjo është besimi i Islam. Njeriu nëse vdes me shahadet, me besim se Allahu është një dhe meriton adhurim, se ka ditë ringjallje, se shpallja është e vërtetë, se profetët janë të vërtetë, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ula pejgamberëve, dhe se obligimet islamit janë obligime që të pranojmë, edhe nëse si bën të gjitha, ama i ka këto parullat e besimit, këta parimet e besimit, ai nëse dënohet për gabimet, fund hin xhenet inshallah taala. Kjo që kush vdes e si bën ritualet fetare, kush vdes si musliman, e si bën ritualet fetare, ai shkon në xhenet. Kush vdes si jo musliman, edhe nëse i bën ritualet fetare, ai shkon në xhenem. E kush jeton si jo besimtar, Zoti na shto edhe na hoxhallar nuk i shkojmë në varrim atij. Hiç mos ta ketë gale këtë punë. Nuk i shkojmë hiç në varrim atij. Normalisht le të vdes si njeri pa uniform vlerë dhe pa uniform nderimi dhe respekti. Thotë që i na të shkuar di. Jo, me pas. Na të lut. Na do thot kemi mëshirë edhe dashuri për besimtarët, edhe normalisht shkojmë vullnetarisht e bëjmë lutje për ta. E këta që jetojnë të tillë, edhe me nafir nuk u shkojnë. Jo. Allahu na udhëzoft, edhe këtë që fol kështu, e inshallah e përfundon jetën me shahadet me la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, e shpëton valla. Se na dhim se çdo njeri që ka kësi lloj budallakie, edhe mendim të shmendur për jetën edhe për vdekjen e tij. Mos u